edhe shqiptare futbollit. Në programin e saj, synimi ka për të rritur sa më shumë numrin e fushave në cilët do të shëriten të rinjt klubet e tjera. Nëse pa fusha të mira, ne nuk mund të kërkojmë cilësi. Ne do të vazhdojmë në bashkëpunim me bashkinë dhe qeverinë për të rritur numrin e fushave dhe synimi i Federatës Shqiptare të Futbollit është që në vitin 2030 ne ta dubishojmë apo ta tregëshojmë sasinë e fushave servitore ku mund të losin fëmijët tanë.